Poshtë në të njëjtin paragraf tregon që ka pas një konflikt të madh brenda UÇK-s për Ambujen. Dhe antagonisti kryesor i UÇK-s ishte përfaqësi politik Adem Demaçi. A ju kujtohet ju kjo gjë? Përgjigje. Ne e dinim që Adem Demaçi ishte kundër çdo negociate me serbët dhe ishte kundër çdo gjëje që nuk trajtonte çështjen e pavarësisë. Pra, kur ekzistonin problematika serioze të rënda, ne supozonim që është Demaçi pas këtyre pyetje dhe ju prisnit dhe ju mendonit, më falni, që personat që ishin në favor të nënshkrimit do duhet që në thonë za t'ja shisnin këtë marrëveshje, apo jo. Përgjigje, kështu e kuptonim ne. Pyetje, sepse në këtë pikë ekzistonte një person që ta nënshkruante marrëveshjen. Përgjigje, kjo ishte pikpamja jonë, po.